Pejgamberi sa kur ka dash mi mësu musliman që jo çdo ardhuni mu mashtruhe. Ka dikush që munafik, ka dikush që hipokrit. Njëri thot, po çysh me zbuluaj zemra s'çelet, nëse ka thot ka dale. Sepse është një mac. Cili është mac? Grumbulli i vlerave dhe i moralit. Shiko, kjo është përsosmoria e pejgamberit alayhis salam. E ka bo, domthon, çysh më testoni mu, edhe unë ju testoj me këtë formë. Çka tha alayhis salam? 4 cilësi, kush i ka, ajo munafik. Njëri thot, çto 4 cilësi, me çka kanë bën? Shiko çka thot alayhis salam. Ai i cili kur të folë rrein, sa arti të folë rrein. Njëri thot, vallabe, njëri ish boll burr i mirë, ish besimtar i fortë i devotshëm, ama të fladitke në rreina. Na çka i thojna? Rregulloje mirë këtë punë, se sot diçka në rregull. Besimtar i fortë, edhe rrein ke shumë? Jo, nuk lidhet kjo. Çka tha alayhis salam? Matne, nëse hinë në zemër, ama janë nisur rrein shumë. S'ka mundësi një njeri beson Allahut rrein shumë. S'ka mundësi. E pa, e dyta çka tha? Kur ta jape besën se ma. Njani thot, e pash një njeri besoj ka Allahu, i besoj ka pejgamberin, i besoj ka ahiretit, me laçeve, librave, kaderit, fal ke namaz, jep ke zeqat, agjeroj ke Ramazan, si të ta jape fjalën kurse ma. Ne i thona kada. Që të nuk ngjitën, se Allahu, pejgamberi, ahireti, këto ose e shndrojnë një njeri cili e ma fjalën, ose s'ka mundësi. Çka tha alayhis salam? Çishtu e gjejnë ana? Ai se ma fjalën von, i bie si ka një fakt të zemra. E treta çka tha? Kur t'ja lanë njerëzit një amanet, e hup amanetin. Njëri për shembull i thot, shko te filani, leja çka dush. Leja 1 milion euro. Pse? Thot, e ma se ajo besimtar i fort. Fal ke natën, e agjeroj ke ditën, e ishte i devotshëm. Apo nëse ai ta hup amanetin, njëri thot, ani s'ka lidhje kjo me fejen. I çish s'ka lidhje? Çka tha vësa? Shenjën i fakit të, si mos ta moj amanetin, ai ka problem me Allahun, me pejgamberin, me ahiretin, me krejta këto gjërat. Andaj, shikove mësa me bani matën e me t'jashtëmën, me grumbullin e rregullave të cilat nga morali e përcaktojnë edhe të mërënçmen e tina. Dhe e katërta, cila është? Tha alayhis salam, kur të ketë ai dëni diskutim, polemik, janë të shti mendimet, është muhabet, është mezhlis, edhe janë të rrej mendimet. Edhe çka tha alayhis salam? Ja, idha khasama fajar. Ai kur të ketë dëni hasmëri, dëni diskutim, ai shprenohet. Domthon, del prej kontrolle. Pejgamberi sallam, pejgamberi sallam është dërguar mushir për botrat. Mos mengu ata hin xhenem. Me shoh ata hin xhenem. Mirë, pejgamberi sallam kur ka diskutuar me njerëz që nuk i kanë besuar. A është frenu? Jo. Ka thonë kjo rruga jeme, çka unë e ofroj te Allahu te bareke ve teala. A ka dalë pi kontrolli? Jo, pse? Sepse morali i tij është i pastër. Andaj i pruni pejgamberi këto 4 shtylla, për çfarë arsye? Që ne mos manipulohemi. Nuk mund anjanit mi thonë ai i devotshëm, a shumë i mirë, ama ai as se ma fjalën, edhe rrein, edhe amanetin nuk e ma, edhe si të hish muhabet pak me ta, ai mini ardhel pi kontrolle, sun ban muhabet me ta. Na çka i thojna, na pik ti kandi dalmi, ja cënojna çfarë? Besimin e tina. Për çfarë arsye? Sepse me me pas besim të pastër tek ai, ja rregullon këtë çto. A kuptuat se e ka rregulluar Allahu gjëra këtë çështje? Andaj tha Allahu te bareke ve teala, ti o Muhammed e ki moralin e madh. Çka tha Abdullah ibn Abasi? E ki fejen e madhe. Sillu ka dush, sillu pe mëson ka dush. Qyre gjymërtllok i plot, qyre trim i plot, qyre mrejna shtëpis i plot, qyre në tërbije i plot, qyre sjellje me plesh i plot, qyre sjellje me tri i plot.